Mirëmbrëma dhe përshëndetje. Unë jam Mesut Shabani, jeni podcastin Mesut Shabani. Miqtë mi, po ju pëlqen në fund kjo video, bëni një subscribe. Sot është e premte. Data është 27 muaji 3 viti 2026, vit që po e shkelin. Dhe do kishit pyetur ku jetojmë ne. Ne jetojmë në një shtet ku hë për hë drita në tunel nuk duket. Pra, i vetmi tunel që nuk i duket drita në fund të tunelit janë shqiptarëve të Maqedonisë. Ëndrat ishin ëndra dhe mbeten ëndra. Erdhi BDI-ja në emën të luftës dhe na zhgënjeu. Ta që erdhën në vend të BDI-s vlen jo që na zhgënjeu, por sa herë që i duhet Mickovskit, ata krijojnë afera të ndryshme të brendshme. Ky nuk pajtohet, ai nuk pajtohet, ky pajtohet, ai s'pajtohet. Fatmir Limani, Arbër Fetaj e kështu me radhë. Dhe. Ka dalur sot në mbrëmje, pa marrë parasysh se është nga bloku tjetër, bloku të Maqedonisë, në pozitë Filipçe, keni vërtetër BDI-ja gojën nuk e çel për gjëra madhore. Gojën nuk e çel. Unë do kisha thënë ka ndonjë marrëveshje ndërmjet BDI-s dhe VMRDP-s. Dhe ka dalur sot në mbrëmje, kryetari i LSDM-s, Filipçe dhe thot, e ka me të drejtë, thot, dy njerëz janë pushtetar autokrat për momentin dhe janë në koalicionin VMRO Znam. Mickovski dhe Maksim Dimitrievski kanë të njëjtat karakteristika. Tenderat thonë se nuk jetojnë nga rrogat e kështu me radhë, por të dy kanë një karakteristikë të përbashkët që i njeh Maqedonia. Të dy rrejnë. Është interesant. E njoftuan thot në përgjigje të një pyetje se një gazetare kryetari i Zvenko Filipçe tha se Mickovski dhe Maksim Dimitrievski kanë të njëjtat karakteristika dhe se tashmë qytetarët i njohin qartë. E njoftuam këtë shumë kohë më parë, ka kaluar më shumë se një vit kur treguam se si do të lëviz ky vend. Tani udhëheqet nga një qeveri kryesisht demokratike, një koalicion i VMRDP-s dhe Znamit, udhëheqësit të cilët kanë karakteristika shumë të ngjashme. Njëri trahtoi partinë Maksim Dimitrievski dhe krijoi Znam. Mickovski trahtoi vendin. Të dy pra nuk jetuan me rroga, të dy i duan tendera, të dy mos e lëmojnë mua dhe LSDM-n. Njëri përmes ndonjë platforme, tjetri përmes listës serbe. Dhe ajo që të dy e kanë të përbashkët është gënjeshtra. Të dy rrejnë dhe asgjë tjetër, ka thënë Filipçe. Nuk më besoni. Çe dëgjoni. Програмата и ще е отворена да кажа листа на различни експерти, стручни сдружения, видни интелектуалци, луѓе кои имаат искуство, укажува на тоа. Единствена партија која што има вистински автократски намери е ВМРО. Единствена партија што нема подписати. И тоа е сериозен проблем. Поради тоа што не може се да зависи од државата, од еден човек. Не може еден човек да кажува и да нарачува што јавниот одител треба да работи. И тоа да го прави од партиска говорници. Тој не дозволува војна демократија. Јасни се автократските манери, тенденции, а ние ги најавивме одамна, ако се сеќавате. Има повеќе од година дена кога најавивме како се движи ова држава. Сега е одјена целосно недемократска власт. Нема коалиција, на ВМРО и Знам, чии што лидери имаат многу слични карактеристики. Едниот ја предаде партијата, Максим Димитриевски, Мицковски ја предаде државата. И двајцата не живееле од плата, и двајцата обожаваат тендери, и двајцата ме напаѓаат и мене, и СДСМ. Едниот преку некаква платформа, едниот преку Српска листа и така натаму, а тоа што е заедничко за двајцата ладат. Двајцата лажат и ништо друго не прават. Po pra dëgjohet, të dy tha rrejnë. Dhe, po ta kisha thonë unë këtë, mirë publike si që thot, shumë kush e thonë nga bloku Maqedonisë, me siguri do kishte çuar në këmbë edhe shoqatën e gazetarëve të Maqedonisë, edhe AVM e kështu me radhë. Pra, Mickovski kontrollon çdo gjë në Maqedoni, çdo gjë. Dhe, unë do ndalem pak në diçka tjetër. Mickovski mbrom edhe në parlament u mor me rastin e Nevriut. Dhe çfarë ndodh? Unë mendoj se ky rast e ka trazuar pollogun. Pa marrë parasysh gazetarët shqiptar
duhet të shkojnë drejt një bojkoti të presit qeveritar në Pullok. Unë kam një mendim. Pyetja, nëse gazetarët shqiptar nga Pulloku duhet ta bojkotojnë presin e qeverisë, është më shumë çështje profesionale dhe etike, media, jo vetëm politike. Ka argumente pro dhe kundër. Këta që punojnë për media të Shkupit nga Tetova, më thonë, ne varemi nga rrogën e marrim atje dhe ata na japin detyrat. Okej. Dhe vendimi zakonisht merret nga vetë redaksitë ose shoqata e gazetarëve. Që janë për bojkot? Ja argumentet. Protest për mos respektimin e gjuhës shqipe. Nëse në konferencia nuk respektohet përdorimi i shqipjes, bojkotimi mund të jetë formë presione që institucionet të respektojnë ligjin për gjuhën. Pra, njëtën kohë edhe një farë mini solidariteti me gazetarin Nevri Ademi. Nëse një gazetar konsiderohet i trajtuar padrejtisht, kolegët shpesh reagojnë për të mbrojtur standardet profesionale. Cili do ishte mesazhi publik? Bojkoti mund të tërheqë vëmendjen e opinionit dhe institucioneve për probleme. Pra, gazetarët shqiptarë në Pullok duhet të reagojnë dhe mos respektimit të gjuhës shqipe në pres qendrat që i mba qeveria këtu në Pullok. Ngjarjet e fundit në Pullok kanë hapur një debat të rëndësishëm për pozitën e gazetarëve shqiptarë dhe respektimin e gjuhës shqipe në institucionet shtetërore. Mos respektimi i gjuhës shqipe në komunikimet zyrtare dhe trajtimi i papërshtatshëm i gazetarëve në Nevriu kanë ngritur shqetësime serioze për standardet demokratike dhe barazinë në informim. Media dhe gazetarët kanë rol kyç në një shoqëri demokratike. Ata janë ura që lidh institucionet me qytetarët dhe garantues të transparencës. Kur një gazetar përballet me mos respektim për shkak të gjuhës që përdor, nuk është vetëm çështje individuale. Pra, prek të drejtën publikut për informimin e gjuhën e vet. Për këtë arsye, reagimi i gazetarëve shqiptar në Pullok do ishte një mesazh i qartë se gjuha shqipe dhe dinjiteti profesional i gazetarëve duhet të respektohen. Një bojkot simbolik e konferencës së shtypit të institucionit që nuk respektojnë këto parime mund të shërbejë si formë presioni demokratik për të kërkuar barazi dhe respekt. Për këtë arsye, reagimi i gazetarëve shqiptar në Pullok do ishte një mesazh i qartë se gjuha shqipe dhe dinjiteti profesional i gazetarëve duhet të respektohen. Një bojkot simbolik e konferencave për shtyp të institucionit që nuk respektojnë këto parime mund të shërbejnë si formë presioni demokratik për të kërkuar barazi dhe respekt. Megjithatë, reagimi nuk duhet të ketë për qëllim bllokimin e informimit të qytetarëve, por ngritjen e standardeve profesionale dhe institucionale. Institucionet publike kanë obligim ligjor dhe moral të sigurojnë komunikim të barabartë në gjithë gjuhët zyrtare dhe të respektojnë punën e gazetarëve. Unë them edhe këtë, ishte një pankartë franceze para disa vite. Sot pra, je suis Nevri, të gjithë jemi Nevri. Nesër, unë e kam radhën për mbase që tërkush nga ju që nuk duhen të në bashkohen. Pra kaq se përket Nevriut. Dhe, Maqedonia ka halle vërtet të mbrëmshme. Kot e kot, ama kot e kot sot, më vërtet mbrëm Nikolovski, ministri i transport dhe lidhjeve dhe zëvendëskryeministër ministri i parë nga radha të Vëmbrot dhe përmes hyri në një debat me Levicën. Akuzoi Levicën për shumë shka. Akuzoi për atë se muhabetet e Levicës i detyruan shumë këtë të mos ndërtojnë, të mos vlejnë e kështu me radhë. Por hyri edhe në një problem shumë interesant lidhur me shtetin shqiptar. Një debat i zakonshëm në kuvend për liçenin e Ohrit ka kaluar në një retorikë të ashpër të zëvendëskryeministit Aleksandar Nikolovski dhe politikanëve të Shqipërisë. Pyetjes së deputetit Amar Mecinović gjatë seancës për pyetje deputetër se qeveria po ignoron problemin e qytetarëve të banimit për shkak të rritjes së çmimeve, Nikolovski u përgjigj se Levica po krijon histeri me urbanizimin dhe nuk lejon shtetin zhvillohet. Ai madje ka shkuar edhe më lart duke akuzuar të partisë se spionon në UNESCO për ndërtimin në Ohër pranë liçenit, ndërsa nuk guxon të flasë për pjesën e liçenit që është në Pogradez, për shkak se nuk kanë fuqi kundër Ihën Edi Ramës. Отидохме во УНЕСКО и тука се колегиве, делат главното подошли од дома ви доаѓа. Сами си ја подошлите држава. Ама за Поградец не подошлите, затоа што очигледно немате сила за таму да подошлите, му се спротивставите на Еди Рама и да кажете што прават на таа страна. И одите на Енвер, по чему се похвалувате? Кој што е предходник на социјалистичка партија што сега води Еди Рама? Кој што е ултрадемократичен, нели предходник, колку затвор си го стави со чотек? Да, предходниот председател на социјалистичка партија, премиер, председател на собрание, министер за надворешни и председател на држава, прво чотек му даде и после остави во притвор. Дело немаат, ама 2 години го држи во притвор. На тако вие се поклонувате и тако вие пријате. Dhe,
Ky ke jashtë teme, vërtet ishte shumë interesant kjo jashtë teme. Vërtet ishte shumë interesant. Sepse ka dalur sonte një raport i demokracisë dhe indeksi transformimit për 2026 të Bertelsmann Stiftung, apo shkurt BTI. Ja se çfarë thonë ata. Shqipëria renditet më e mira në rajon për transformimin politik, ndërsa e treta është për ekonomi. Ky muhabet ra në ujë i ministrit për transport dhe lidhje, i cili vërtet kot të morë me shtetin shqiptar. Shteti shqiptar është lule që i vjen era në krahasim me Maqedoninë. Okej, nuk është okej, por unë vazhdoj me okej. Në ndërkohë, për reagimin e ministrit të transportit në parlament me shtetin shqiptar, ka reaguar ambasada e Shqipërisë. Pra, ambasada e Shqipërisë sot në Shkup reagon ndaj Nikolovskit duke thënë, mos përfshini vendet e treta në debatet e brendshme. Deklarata zëvendës kryeministit Aleksandr Nikolovski nga foltore e Kuvetit, ku ai përmendi Shqipërinë, kryeministrin Edi Rama dhe rastin e Ilir Metës, kanë nxitur reagim diplomatik nga ambasada e Shqipërisë në Shkup. Në një përgjigje për gazetën Koha, ambasadori thekson se nuk përfshihet në debatet e brendshme politike të vendit pritës, duke apeluar për përgjegjësi institucionale dhe komunikim të madh. Gazeta Koha i parashtron një pyetje: si e komentojnë deklaratën e zëvendës kryeministit Nikolovski ku përfshin Shqipërinë dhe kryeministin Rama në debat të brendshëm politik? Ambasada ndjek me vëmendje dhe analizon çdo zhvillim me interes në vendin ku është akredituar, por ka një qëndrim të qartë dhe të qëndrueshme. Nuk përfshihet në debatet e brendshme politike të vendit pritës. Ne besojmë se diskutimet e brendshme politike duhet të zhvillohen mbi bazën e përgjegjësisë institucionale, në një frym konstruktive dhe pa referencë ndaj vendeve të treta apo drejtuesve të tyre. Marrëdhëniet tona me Maqedoninë e Veriut, një vend mik dhe aleat i rëndësishëm, mbeten të forta dhe ndërtohen mbi respektin reciprok, mirëkuptim dhe një frym të qëndrueshëm bashkëpunimi. Pra çdo kush marr përgjegjësi për deklaratat e tij, në mënyrë të veçantë funksionarët publik, për shkak të rolit dhe përgjegjësive që mbartin, duhet të jenë të vetëdijshëm për ndikimin që deklaratat e tyre mund të kenë në marrëdhënie ndërmjet shteteve dhe klimën e bashkëpunimit. E pyet gazeta Koha, si e komentojnë deklaratat për Pogradecin dhe masat ndërmarra nga qeveria shqiptare për ndërtimet paleje, Ohri Vlon, mbi 4 mijë. Në Shqipëri qasja ndaj ndërtimeve paleje është e qartë dhe e bazuar në parimin e sundimit të ligjit. Ligji zbatohet dhe institucionet veprojnë në përputhje me të. Masat e ndërmarrja janë pjesë e një politike të konsoliduar për mbrojtjen e territorit, garantimin e zhvillimit të qëndrueshëm dhe forcimin e shtetit të së drejtës. Janë procese të brendshme institucionale dhe se të cilat trajtohen nga autoritetet përkatëse në përputhje me kuadrin ligjor në fuqi. Pra, u bën deklarata nga zëvendës kryeministit Nikolovski dhe për Ilir Metën dhe rastin e tij. Si e komentoni këtë është pyetja tjetër e kohës. Çdo çështje që lidhet me personat të caktuar në Shqipëri trajtohet nga institucionet kompetente në përputhje me ligjin dhe me respekt të plot për parimin e pavarësisë së drejtësisë. Shqipëria mbetet e përkushtuar ndaj forcimit të shtetit të së drejtës dhe ndaj një sistemi drejtësie që vepron në mënyrë të pavarur, të paanshme dhe pa ndërhyrje. Komentet mbi raste individuale me këtë proces apo çdo tjetër duhet të mbajnë parasysh që mos sënojnë besimin publik tek institucionet. Pjesën tjetër e keni te telegrami.mk. Pra, çfarë nuk do dëgjosh këtu në Maqedoni? Pra, ka marrë një liri vërtet autokrate, mire ka Filipçe. Dhe ka reaguar edhe Halil Snopçe për fjalorin e mbrëmshëm dhe zërin e ngritur të kryeministrit në parlament. Премиере, преска Недев, ништо бевме почело од денеска и да слушнам малку. Значи, дури успев да видам вашиот арогантен однос кон еден одговор што ми дадовте на претходникот Реджепи, што не долекуваш на еден премиер, сепак Реджепи е пратен во собрание и заслужува по достоинствен одговор. Не вака со сакана, дека имал повишен глас и така натаму. Тоа го слушнав. Нормално, немаше атмосфера да седим, да излегувме надвор, тука во собрание. Знаете зашто го постави во прашање премиера? Пред 2 недели, максимум 3 недели, вие од ова говорницаве ја обвинивте Алијанса за албанците Арбен Таравари за некој си кадар предложен од него за корупцијски скандал од 20.000 евра. Вие кажавте. Значи, Арбен Таравари и Алијанса за албанците имаат одговорност за некој лице што направи корупцијски скандал, тоа не велам ја. Го кажа премиерот од тука. И сега кога поставувам прашање за некој друг кадар, директор исто така, кој направи корупцијски скандал од 50.000 евра,
Не просто сканал 5 милиони евро, тук се откажало и комплект проектот типа 3, 130 милиони евра. Сега тука повторно бараме зборови за оправдување, ќе дојдат избори, не знам што. Па затоа минатиот пат, затоа кажав неконзистентност. Затоа треба премине да внимаваме што зборуваме. Значи, тоа е лице. Што има врска сега цела алијанса албанци да Армен Таравали со корупција скандал на едно лице? Во тој случај Okej, nëse ju intereson pak më gjatë keni telegrami.mk. Dhe, vërtet Mickovski e teproi. Në ndërkohë, Mickovski i ka reaguar dje edhe lideri, më falni. Dhe, lideri Spasovski ish shefi i policisë së Maqedonisë, nëpërmes ministrit Durmishi. Spasovski tha nuk është e vërtetë se në Maqedonia ka çmimin më të ulët të derivateve në rajon. Slovenia e paska. Rena thoni ka më të shkurta. Derivateve në rajon, duke përmendur rastin me Sloveninë, e cila ka çmim disa centësh më të lirë se tek ne. Në seancën për pyetje deputetësh ai e pyeti ministrin e ekonomisë Besar Durmishi se çfarë masa po ndërmarrin për të zbutur krizën me të cilën po përballen qytetarët. Ministri u shpreh se kriza është globale dhe se rritja e çmimeve ka ndodhur për shkak se vendi ka varësi nga importi i 70% të produkteve bazë. Jemi të vetëdijshëm që si një vend që kemi varësi të lartë nga importi, kemi 70% import të produkteve të ushqimore bazë dhe jemi të ekspozuar apo direkt ndikohemi nga çmimet të cilët i caktojnë vendet në të cilët i importojmë ata produkte ushqimore. Kjo është edhe arsye pse si ministri jemi të përgatitur të ndërhyjmë me masa konkrete në që produkteve ushqimore bazë. Pjesë të marrjes së masave të duhura. Po tje prичини мислам дека Edhe pse jemi të vetëdijshëm se kjo është krizë globale, është fakt se në Maqedoni nafta dhe derivatet e naftës janë rritur sepse nuk kishte masa. Për një javë rreth 40 denar rritet vaji, mishi, qumshti dhe vezët. Sot çmimi i specave është 300 denar, kurse i domateve ka shkuar 200 denar. Dhe kjo nuk është e saktë se e kemi çmimin më të lirë të derivateve në rajon. Dizeli në Sloveni është 1.52 euro, kurse në Maqedoni është 1.55 euro për litër. Po pra, reja ndej, rej këndej dhe popullata ri në heshtje, vërtet 300 dinar ishin speca dje. Por, ju pyeta shitësit, a ka shitje? Tha, kretë pyesin dhe ikin. Dhe, edhe juat pak më herët Snovshën i cili tha, nuk e di çfarë ka me Taravarin, kryeministri, dhe me tonë të lartë. Ja se çfarë thot edhe kryeministri edhe Taravari. Па видите, јас се уште не можам да се изначудам зашто господинот Таравари тагува по ѓока бизнисот кој што не му успеа и во јавноста измислува работи кои што немаат апсолутно никаква врска со реалноста и на кои јас многу пати сум ги коментирал односите во владата и односите со нашиот партнер. Инаку можам да кажам дека се исклучително принципиални, за разлика од односите кои што ги имавме со господин Таравари, кои што беа исклучително вовлекувачки од негова страна. Така што предпоставувам тој принцип на вовлекување кој што го применува кон мене, сега го применува кон нивниот нов коалиционен партнер, а тоа е Демократската унија за интеграција. Тогаш во комуникацијата со мене жестоко ги критикуваше. Po, bëdi, vërtet është në një gjumë dimri, por ata На неполна година откако ја напушти владата, Армен Таравари, председател на една од крилата на Алијанса за албанците, во интервју за емисијата Вин-Вин го обвини премиерот Мицковски дека намерно ја маргинализира коалицијата влен со цел да го ослабне нејзиното политичко влијание. Тоа не е добро ниту за општеството, ниту за владата, рече Таравари. Влијание, ја мислам дека и денеска дури е послабо со влијание отколку во почетокот. Значи само еден декор во владата, кој да се каже дека ете има и албански представници во оваа влада или во институциите, а да немаат никаков импакт и никакво влијание, за жал. Ако ме прашувате дали успеа Мицковски дури да ја однесе во опозиција, не успеа влен да ја однесе дури во опозиција, меѓутоа Мицковски успеа да ги маргинализира тотално албанци. Премиерот Po pra,
është mëse e vërtet, të rëvari kur flet vërtetën e flet, mirë për edhe ky gënjer i shëtit edhe politik bërësit, por i shëtit edhe adhurusit e vetë. Dhe në ndërkohë, ka një reagim nga më mirë për Tetovën dhe këshilltarit komunal të saj në komunën e Tetovës, Agron Arifit, i cili kërkoi që të fundohet njëherë për gjithmonë rruga e Shtipskës në zemër të qytetit është kjo, se na mbyti balta. Ta dëgjoj. Pastaj aty e pash raportin për rekonstruimin e rrugës Shtipska, pasi vin nga ai region aty, pa qëtër e kam përgoj pyetje, pse punimet u nisën në Fjesht, kur punët ndihmore nuk mund të realizohen dhe qytetarët e detyruar të ecin në përballë me qese në këmbët e tyre. Kur do e përfundoni atë rrugë? Dhe a ka mundësi në të ardhmen mos e përdornin të njëjtën metodë si paraardhësit tuaj që rrugët të hapen gjatë kampanjës parazgjedhore. Investimet konkrete te rruga e Shtipit nuk ka të bëjë aq edhe me kushtet dimrore, që mund të jetë edhe ajo një element, por ne kemi pasur shumë rrugë tjera të cilat janë nisur dhe janë mbaruar në kohë. Është në rrugët, do kisha thënë, të vetme që ka zgjatur më shumë. Dyshimet e mia janë fillimisht që kompania, duke mos e përmendur emrin, po dyshoj që mund të jetë edhe qëllimshme vonesa, duke e ditë cila është kompania nënkontraktuese, mbetet që kjo të konstatohet nëse do vazhdojnë prolongimet e përmbyljes së punimeve, por edhe një specifik tjetër që ky projekt është pjesë e projektit që realizohet nga Ministria e Transportit. Pra këtu komuna nuk... Po, okay, ja pajtohemi me ty, e kam me kryetarin e komunës Bilal Kasami. Nuk jam unë qeveri, nuk është as Agroni në qeveri, je ti në qeveri. Se nuk e zgjidh këtë punë me Ministrin e Transportit dhe Livia Nikolovskin? Ti je në qeveri? Nuk është okay për unë vazhdoj. Të ndalem edhe pak për më mirë për Tetovën, ata thonë, Komunet e Tetovës e ka ndarë menjin edhe për një EVN për ujë. Pse bën një veprim sa për syefaqe sikur dëshiron të konsultohet me qytetarët. Pra, edhe pse ka ndarë mendjen, disa pyetje që i parashtrojmë edhe publikisht thonë ata dhe përgjigjet duam t'i marrim poshtë publikisht. Kush është kompania që ka bërë studimin e fizibilitetit dhe të jepen të dhënat nga regjistri qendror? Kush janë personat që kanë përpiluar këtë studim? Kush e ka kërkuar këtë studim dhe sa ka kushtuar studimi i fizibilitetit? Cilla mos. Okej, unë jam me ju, por me Bilalin, dhe Bilalin duket nuk është më me vetveten sepse ka sharuar shumë keq. Nuk është okay, por unë vazhdoj më tej. Pra, Maqedonia është në fund të durimit se përket edhe BE-s. Maqedonia se përket BE-s e ka problem që t'i plotësoj kërkesat që i ka BE dhe i ka hyrë një luftës së brendshme. Si ishte ajo prej natë vjerës të vdese burri. Kështu edhe derisa këta do jenë, sepse përzihen në çdo sferë të jetës, në prokurori, kështu thanë edhe gjë në parlament edhe nga snopçe e kështu me radhë. Okej, nuk është okay, por unë për pak këtu dhe më ka befasuar se ja dhe ju me siguri befasoni pse nuk e mora pak ndonjë temë nga ajo që e bën Izet Mexhiti. Si ditë çdo gjë që prek, ka avullin në një dëshim. Ama çdo gjë që prek. Okej, nuk është okay. Unë këtu ju përshëndes dhe gjami nesër mbrëma. Pra edhe njerë për fund, ishit në podcastin Mesut Shabani, unë jam Mesut Shabani. Nëse ju ka pëlqyer, bëni një subscribe.